250 lek. Dhe mos harroni, antarët e rinj të cilët do të regjistrohen sot, batanie Ndërmeo e përfitojnë dhuratë. Për më shumë detaje vizitoni dyqanet tona, faqen tonë të internetit, shpletoni katalogun ose telefononi tani dhe agentët tanë do t'ju shpjegojnë gjithçka. Mos hezitoni më gjatë sepse Club 5 është antarësia që ju dhuron gjithmonë më shumë. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim. Këto javë që të gjithë i kanë pasur sytë nga Shqipëria. E para, ishte fjala apo tymi? Nuk do arrije një marrëveshje këtë pristim. Cila ishte menuja që porositën politikarët tanë? Basha porositi brot shkolla me gjallë, ndërsa Meta tha se do të cimbiste pak veti nga Rama dhe pak brot shkolla nga Basha. Ka filluar duke dhe bletët. Pa blet, nuk do të kishte bypass. Ajo që i ka larguar bletët nga kosherja është politika. Kriminali nr. 1 Shqipëria mund. Kur nuk të marrin seriozisht, do të thotë se Ti flet në vakum. nuk po të marrin për pas. Fare. Të tjerët i bllokojnë rrugët, ndërsa ne bëhemi bllok në rrugë. Ne në fund fare ngelemi një vend humoristik. Falë zotri, tualeti që ka mbyllur ka një problem? Solidaritet me fajikonirë të mërdha. Po ku ishe ti zotrote, kur unë luftoja me pën për MMZ-n? Shqebe, sa unë natë kohë kam kenë me dhë. Sa të gjithë të efekte simbolike dhe politik të unë. Zhbllokim të mbar edhe relax. Vetëm relax. Bypass Show, sot, ora 22, në Vision Plus. Dritare me rudinën, çdo të hënë, ora 21 në Vision Plus. Ja ku jemi sërish së bashku të nderuar teleshikues, do t'ju njoh me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme e diel 30 prill 2017. Do ta nisim menjëherë me titujt kryesor të gazetës Panorama. Oferta e re për PD-n, Rama nuk rikandidon 27 deputet, ja lista zyrtare, kandidatët e PS-s për 18 qershorin. Zbardhet lista zyrtare me kandidatët për deputetet dorëzuar nga PS në KQZ. Kryesia përjashton nga rikandidimi 27 nga deputetet aktual, mbeten jashtë emrat si Arta Dade, Namik Dokle, Shkëlqim Cani e tjerë. Kush janë prurjet e reja, drejtues në shkolla dhe spitale. Surpriz, kandidimi i kryeministrit i 6 në Vlorë dhe i Ruçit i 9 në Fier. Rama ofert të re PD-s dhe opozitës për të hyrë në zgjedhje. Jemi gati të krijojmë mundësitë për regjistrim jashtë afatit, por pa koalicione. Përballjet në 12 qarqe, kandidatët e LSI-s, PDU-s, Libra, Sfida dhe FRD, surpriz mungesa e topit. Lista zyrtare me emrat që u dorëzuan nga partitë paramesnate në KQZ, emrat që s'do kthehen në kuvend. Histori e rrallë, rrëfehen femrat që u hodhen me parashut në vitet 50. Leksion të Luarasi si të hapim një biznes social. Komandanti ushtrisë në trafik kokaine në Poliçan kapen 1.5 ton kanabis. Gjinushi merr Tom Doshin për Shkodrën në 97-ën protestoi populli, sot hajdutët. Fatos Roshi, shuarja e papritur e një ylli cirku. Për një sistem me rregulla loje në Egjipt për paqen e kundër fundamentalizmave. Shit. Meta është shumë e rëndësishme opozita në zgjedhje, do të takoj Bashën. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Panorama për ditën e sotme, do të vijoj me titujt kryesor të shekullit. Zgjidhja shkëputet nga PS, regjistrohet si parti politike, Koçoko Gdhima në Korç, zgjedhjet e 18 qershorit kanë rënë, nuk mund të prodhojnë as institucione legjitime, as stabilitet. Nuk donim të largoheshim nga Partia Socialiste. Rama e refuzoi zgjidhjen, është përgjegjësi i vetëm për përçarjen e PS-s. PS-LSI publikojnë listën e kandidatëve për ballet në 12 qarqet. Rama e Ruçi nuk do të kryesojnë renditjen. Ish deputeti i PD-s Fatos Hoxha, kandidati PDU-s, partitë e mëdha postojnë të fortët nga Tirana, nisin garën me femra. Trashëgimtarët e të përndjekurve 510 emra që dëm shpërblehen. Kriza politike, PD, afati i regjistrimit partive përfundoi në datën 28 prill. Basha, nëse Republika e Vjetër vazhdon, do të shkojë keq edhe më keq, me diu tur takimesh në SBA. Zbulohen 2 ton drog në Poliçan, po undërronin vendin thasve.
Vrasja e Dalipajt dhe Dautit në Sukt, gjurmët shkojnë në Durrës. Si janë shqiptarët sot në rajon? Si çdo armiku, humbën pluralizmin. Mjekësia, rreziku shëndetësor që fshihet e burrat që thinjen shpejt, shenjat duhet t'u shqetësojnë dhe masat të cilat rekomandohen. Kujdesi, infeksioni i veshëve, simptomat që nuk duhen neglizhuar. Mjekja Anjeza Kuçi flet mbi problemet e fëmijëve. Alda Zaka, kujdesi që duhet treguar në infeksionet urinare. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Shekulli, do të vijojmë me gazetën shqiptare. Me titull kryesor, emrat e PS-s, Rama, PD do hyjë në zgjedhje, kandidatët e 18 qershorit, kreu i PS-s i gjashti në Vlorë. Surpriza, Gramoz Ruçi vendoset i 9-tin e qarkun e Fierit, mbeten jashtë Arta Dade, Shamku, Peza, Cani dhe Dokle. Lista emërore e PD-jus. E megjithatë PD-ja duhet të rithemelohet. Mirush Kabashi nderi i kombit mbi dallgët e demokracisë. LSI lista e kandidatëve, Meta gati të negociojë me PD-n, zyrtare emrat në çdo qark. Zgjedhjet, presidenti i zgjedhur heq dorë nga çdo funksion partijak në LSI. Vrasjet e Dalipajt me makinën e një zyrtari policie, flet gazetari, nëse nuk zbardhet ky krim, mund të ketë vrasje të tjera. Atentati në Sukt, Artan Hoxha, dyshimi, ngjarja ka lidhje me pazare droge. Daud Gumeni në gjyq, jam armik i partisë, nuk e spionoj vllajin. Përmbytjet në Shkodër, lista e re e atyre që marrin parat. Kodikët më të vjetër në vend ju kushtuan Labovës së Kryqit. PD refuzon 18 qershorin, por baza propozon emrat për deputet. Ish pronarët 24.000 dosjet në shqyrtim, ja përfituesit. Ishin këto titujt kryesor të gazetës shqiptare, do të vijojmë me shqiptarja.com. Me titull kryesor, lista e kandidatëve të PS-s dhe LSI-s, PS tregon forcën, Rama dhe Ruçi në mesin e listave. Zbardhen emrat e kandidatëve për deputet të dy partive të mëdha të mazhorancës, kryeministri i gjashti në Vlorë, Ruçi i 9-ti në Fier. Surprizat, kush ikën dhe kush vjen në listat e PS-s dhe LSI-s. Rama lë jashtë 28 deputet aktual, habit largimi i Arta Dades. Ministra Milena Arito rrezikon, në dyshime Spartak Brao, shpërblen Spiro Pali dhe Yseni. Jam gati të jap PD-s gjithçka që i ofruan negociatorët e PPS. Rama ka deklaruar se s'pranon vetëm shtyrjen e zgjedhjeve, por ka vendosur si kusht vetingun. Lista e Libras, Bemblushi dhe Mimoza në Tiranë, ja kandidatë të tjerë. Lista e PD-jus, Idrizi dhe Doda në Tiranë, ish demokrati Fatos Hoxha në Kukës. Partia Demokratike jashtë zgjedhjeve, ja 20 pasojat katastrofike, s'ka Dona Fati. Bojkoti, PD humbet zërin në parlament, prezencën mediatike, selin e partisë, komisionerët zgjedhor, pagat dhe ndikimin mbi drejtsinë e re. Suplementi rilinda, si pse Kuteli, mjeshtri i rrëfimit, mbetet ende i pasbuluar. Si u zhdukën veprat e shkrimtarit, Mitrush Kuteli, më 4 maj shënohet 50 vjetori i vdekjes së shkrimtarit. Si u krijua dumvirat i ball legalitetit pa dijenin e zogut. Ishin këto titujt kryesor të gazetës shqiptarja.com, do të vijojmë me të përditshme në gazetën Dita. Me titull kryesor, PS rilindje, lista Rama, zyrtare, emrat e kandidatëve për deputet të PS-s për secilin qark. Çfarë u deklarua mbrëm pas publikimit të tyre, jashtë listës Rama edhe një nga ikonat e PS-s, Arta Dade. Recep Qosja për çadrën tragjikomike, një mesazh për ata që duar trokasin në çadër, sidomos për të rinjt. Dhuratat që u bën bashës nga Rama, Meta dhe ndërkombëtarët, pse nuk i pranoi. Dosja ish sigurimit për Daud Gumenin nga doktor Marenglen Kasmi, çfarë thuhet në dosjet e antarit të autoritetit për informim mbi dokumentet e ish sigurimit. Arshin Xhezo dhe fati i brezit të viteve 70. Ndoka dule, elefanti dhe mizat në mbishtin e tij. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Dita, do të vijojmë me të përditshme në tema. Me titull kryesor, PS LSI regjistrojnë kandidatët, PD mbetet jashtë zgjedhjeve, listat e plota të kandidatëve. Recep Qosja mbi ultimatumet staliniste të Lulzim Bashës, kush po e fiton betejën për ajrin shqiptar. Antena brenda familjes, ditari Megi Pjeshkës, enigma pse Luli gëzohet që s'ka afat për regjistrimin në zgjedhje. Si e përdor Kremlini mafia në Rusë në Europë. Presidenti porta ku herët avon do trokitet edhe nga kush e goditi me gur. Meta flet si president, gati të bashkojmë që nesër me bashkë, të takojmë që nesër me bashkën, kreu i PD-s refuzon. Skandali, vijnë donacionet zvicerane në Universitetin e Tiranës, dekani po iki me pushime, nuk i pranoi. Zbulohet dokumenti sekret i vitit 70 kur kërkoi dënimi me vdekje i Daud Gumenit dhe ekzekutimi në fshatin e lindjes në Gusmar. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Tema, do të kalojmë tek Koha Jon. Kokdhima sulmon ashpër Edi Ramën, kryeministri aktual Sisa Liu, ai është gati të vërzjarrin Shqipërisë për karrikën e tij, tha kreu i zgjidhje.
Selia e PS-s, Kokdhima e bën këtë sulm nisur nga inati se nuk e futën kandidat për deputet në listën e PS-s. LSI dorëzon listën e kandidatëve për të 12 qarqet në KQZ, bizotrojnë të rinj dhe përfaqësues të LRI-s. Mesazhet personalitetet e BE-s dhe rajonit urojnë Ilir Metën. Presidenti Ilir Meta nuk dekreton qeverinë nëse blien apo vidhen votat. Basha 18 qershori u azgjësua si datë ligjore për zgjedhje. Ministri Xhaç ka bashkëpunim mes shkollave dhe biznesit për arsimin profesional. Radio shtetërore gjermane Deutsche Welle i bën skanerin Ilir Metës, presidenti porta ku herët avon do trokitet edhe nga kush e goditi me gur. KLSH bashkëpunim me zyrën kombëtare të auditimit Kosovës. Edi Rama, betejë e re 18 qershori nuk presim më Partinë Demokratike. Emrat e 140 kandidatëve të Partisë Socialiste në 12 qarqe. Erion Velia i ftuar nderi nga Universiteti Grand Valley në SBA. Ishin këto titujt kryesorë të koha jon, do të kalojmë tek e përditshmja Gazeta Sot. Edi Rama spastron partinë nga të vjetrit, largohen Dade, Leskaj, Dokle, Peza e tjerë, ja lista e deputetëve në të gjithë Shqipërinë. LSI PDU, partitë kryesore që do udhëheqin opozitën, rreth 30 partitë vogla në koalicion pas zgjedhjeve me socialistët. Lista zyrtare e LSI-s për deputet, Ylli Manjani refuzon kandidimin, janë ndarjet sipas qarqeve dhe 3 emrat që ikin. PD zyrtarisht jashtë zgjedhjeve, jashtë skenarat që pritet të ndodhin nga përplasja e Bashës me gardën e vjetër te shkrirja e partisë. Bujar Nishani bën qokat e fundit para largimit nga posti i presidentit të Republikës, i jep 114 dekorata për 2 muaj. Kontrolli, ambasadat dhe konsulatat abuzojnë me fondet, vjedhje me dietat, makinat dhe pritje përcjelljet. Të tjerë titujt të sot zbardhen prapa skenat jap se PD shtyu për në vjesht vettingun shpresë të administrata e Donald Trump. Ilir Meta të rriqet nga drejtimi i LSI-s, i jep një tjetër shans PD-s, gati të nis negociatat për të futur në zgjedhje. Vettingu shtyhet për në shtator, parlamenti shpërndahet më 4 maj, dështon miratimi i 14 ligjeve të reformës. Gjevahir Zeneli, Ministria e Kulturës e fundosi teatrin, projektet fitohen vetëm me miqësi. Mark Kroqi, volejbolli ynë ka nevojë për ndryshime, cilësia kërkon kthimin e klasave sportive. Fundi i marrëzisë opozitare, militarizimi i Serbisë si projekt ballkanik i Rusisë. Ishin këto titujt kryesorë të Gazetës Sot, do të kalojmë tek integrimi me titull kryesor për një shans për të gjithë. LSI shpall listën fituese për Shqipërinë Europiane, punësimin dhe arsimin cilësor. Dorëzohet në KQZ lista e LSI-s me 140 kandidatët për deputet. Lista e plot në faqen 3. Ilir Meta në listat për kandidat prioritet LRI, sepse për LSI-n të rinjt janë të parët. Ilir Meta si president do të bëjë gjithçka për forcimin e dialogut politik në vend, urime nga liderët e Evropës dhe vendeve të rajonit. Ishin këto titujt kryesor të integrimit, do të kalojmë tek rilindja demokratike me titull kryesor. Zgjedhjet pa opozitën janë të papranueshme, listat në KQZ jashtë afateve ligjore. Senatori Mike Lee, jemi në kontakt të vazhdueshëm me Departamentin e Shtetit, zgjedhjet pa opozitën do të jenë të papranueshme dhe një kthim prapa. Berisha, Aleanca e qelpsirave thelloi krizën me Metën, zyrtar të policisë në vrasjen e drejtuesit në polici. Ska zgjedhje me 18 qershor, ftesa ndaj opozitës dhe presioni ndaj nesh ka një qëllim, që të bëhemi pjesë e këtij pazarit fliqur, alibi për një proces zgjedhor të paracaktuar nga krimi dhe droga. Zgjodhëm një president, humbëm demokracinë, presidencë mortore. Ligji i ri, pensione 3 herë më të larta për pushtetarët, Korça me 970 biznese të mbyllura në një vit. Ishin këto titujt kryesor të RD-s, do të kalojmë tek Panorama Sport. Me titull kryesor, Pejç komandon Kuksin, vllaznia del huq në Shkodër, skuadra e Gjokës mposhti Laçin me dopje të kroatit dhe rikthehet në krye. Korabi trondit kuqe blu Cungu, arbitrat bëjnë autoshkollë me ne. Partizani akuzon Kridenc Meta favorizoi Kuksin para ndeshjes kundër nesh. Drejtori i klubit të kuqe Edmond Axhia, ishin 15 raste për karton të zi të futbollistët e Kuksit në ndeshjen e djeshme, por gjyqtari Meta nuk i ndëshkoi pasi nuk donte që ata të mungonin kundër Partizanit. Duan pikët apo lojën, një vjedhje e bukur në derbi. Tifozët Kriza e Tiranës, Fanatics proteste rezidenca e Alilit. Intervista Xhafaj në derbi fitoi eksperjenca, bardheblut nuk bien. Kamza shëtitje, fundoset Elbasani, Dinamoja del mes tensionit, Sopoti braktis fushën për 7 minuta. Skënderbeu, Daja, luft nervash, dua vetëm fitore. Basket meshkuj, Tirana shpallet kampione e Shqipërisë. Gjermani, fest me goleat, Bayerni zyrtarizon titullin. Reali dhe Barcelona nuk njohin blof, boks Joshua një bish, mund Klitschkon me knockout. Ishin këto titujt kryesor të Panorama Sport, do ta mbyllim me Sport Express për ditën e sotme. Me titull kryesor vetvrasje shkodrane, Korabi mban luftëtarin të 4-tin, Cungu, arbitër pa eksperiencë po na trajtojnë si mosimore, luftëtari kur hedh balt në qiell të bie në kokë, Korabi mohon premjet nga palët e treta. Pejç rimer Fronin, zotëria 22 gola rikthen Kuksin në krye, edhe pse kundër Laçit rezultoi një betejë ashtu si pritej, tani vëmendja te super sfida e titullit.
Kuksilaçi 2-1, Gjoka tani gati për Partizanin, por nuk do t'jetë vendimtare. Pejç do t'u agjejmë pikat e dobta të kuqve. Nica të flasë gjyqtari i ndeshjes. Superiore nuk ka qetësi për Halilin, fanatik së rinisin protestat. Partizani Moxhi kërkoset në Itali për 5 muaj ngjita në krye. Luftëtari Skënderbeu, sulm total në Gjirokastër, barazimi nuk i vlen askujt. Teuta Flamurtari, finale mbjetese në Durrës, Duroj druhet euforis. Basketbol meshkujt, Tirana kampione, ndalet hegemonia shkodrane. Bundesliga, misioni kompletuar, Bayerni vazhdon diktaturën. La Liga, Reali del me vuajtje, Barça e kalon derbin me dhurat. Ishin këto titujt kryesor gazetave për ditën e sotme. PS-LSI, PDU dhe 7 partitë vogla dorëzojnë listat e kandidatëve. Rama i 6 në Vlorë shpreh bindjen se opozita do marrë pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit. PD akuzon KQS-n se shkeli ligjin me pranimin e listave të kandidatëve. Afati skadoi të premten në mesnatë, reagon komisioni, procesi bazohet në ligj. Presidenti sapo zgjedhur Ilir Meta heq dorë nga drejtimi i LSI-s dhe deklaron: "Nga e diela jam gati të takoj Bashën për çështjen e zgjedhjeve të lira." Publikohet video e re e dhunës në Maqedoni, personat maskuar godasin deputetët, javën tjetër pritet marrja e detyrës nga kryetari i ri i parlamentit. Asamblea Parlamentare e NATO-s jep alarmin për rrezikun e influencës ruse në Ballkanin Perëndimor, rajoni mund të kërcënohet dhe nga celula terroriste. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka për këtë edicion të parë informativ për ditën e sotme në Vizion Plus. Lajmet e radhës në orën 13. Deri atëherë bashkë, mirë takofshim.